Të nderuar shikues, përshëndetje. Më shumë se një shekull pas kulmit të perandorisë britanike, trashëgimia e saj koloniale vazhdon të ndikojë politikën ndërkombëtare. Historianë dhe studiues postkolonial argumentojnë se kufijt, institucionet dhe aleancat e krijuara nga Londra në shumë pjesë të botës kanë lënë pasoja afatgjata, veçanërisht në lindjen e mesme. Nga mandati britanik në Palestinë te sistemi protektorateve në Gjirin Persik dhe kolonitë në Amerikën e Veriut, Britania lueti një rol vendimtar në formësimin e rendit politik modern. Sipas autorëve si Gerald Horne, Ilan Pape dhe Avi Shlaim, ndikimi britanik nuk përfundoi me tërheqjen e perandorisë, por vazhdoi përmes strukturave shtetërore, elitave politikeve dhe kufive të krijuar gjatë epokës koloniale. Në këtë këndvështrim, Shtetet e Bashkuara konsiderohen si shtet i lindur nga kolonitë britanike që më vonë u shndruan në fuqinë dominuese globale. Izraeli shihet si produkt i zhvillimeve politike gjatë mandatit britanik në Palestinë, ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe si shtet që u formua mbi bazën e sistemit të tokave fisnore të administruara dhe të mbrojtura nga Britania deri në vitin 1971. Për studiuesit postkolonial, këto raste ilustrojnë mënyrën se si trashëgimia e perandorisë britanike vazhdon të ndikojë arkitekturën politike dhe gjeopolitike të botës edhe në shekullin 21, duke sjellë konflikte të pafundme dhe miliona viktima. Nëse koncepti i suksesit të një perandorie do të matej me shtrirjen e pushtimeve ushtarake dhe me shfrytëzimin e pashpirt të burimeve planetare, atëherë perandoria britanike mban padyshim kurorën e projektit më efektiv imperial të 3 shekujve të fundit. Megjithatë, siç vëren me mprehtësi gazetari i njohur irlandez Joe Gill, ndonse struktura formale e kësaj perandorie u shpërbë kryesisht gjatë 2 dekadave midis viteve 1947 dhe 1967, goditja e saj zinxhir mbi rendin bashkohor botror vazhdon të shpaloset me gjithë egërsinë e saj edhe sot e kësaj dite. Sipas analizës së detajuar të gazetarit Joe Gill, nga gërmada dhe ndikimi i perandorisë britanike ka ndalë 3 shtete postkoloniale që sot ushtrojnë një ndikim disproporcional dhe shkatrues në politikën globale të shekullit 21. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Më shumë se 6 dekada pas shpërbërjes formale të perandorisë britanike, hijet e saj vazhdojnë të përcaktojnë hartën e konflikteve më të përgjakshme bashkëkohore. Siç argumenton me forcë gazetari irlandez Joe Gill, nëse suksesi një perandorie do të matej nga aftësia për të pushtuar e shfrytëzuar burimet e planetit, Londra mban padyshim kurorën e projektit më efektiv imperial të 3 shekujve të fundit. Por përderisa fuqitë të tjera koloniale europiane e mbyllën këtë kapitull historik dhe pranuar rolin e tyre si fuqi të rangut të mesëm, Mbretëria e Bashkuar nuk pranoi kurrë të shkëputej nga e kaluara. Gazetari Joe Gill vëren se tragjedit e mëdha që britanikët i lanë botës në grahmat e tyre perandorake, si ndarja e përgjakshme e Indisë në vitin 1947 me 1 milion të vdekur dhe shpronësimi 750.000 palestinezëve me krijimin e Izraelit në vitin 1948 nuk ishin fundi i historiografisë koloniale, por fillimi i një rendi të ri destabilizues. Sipas analizës së detajuar të Joe Gill, nga gërmanda dhe tranzicioni perandorisë britanike, kanë dalë 3 shtete postkoloniale që sot ushtrojnë një ndikim disproporcional dhe shkatrues në politikën globale të shekullit 21, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Edhe pse bëhet fjalë për qeveri dhe sisteme shoqërore krejtësisht të ndryshme nga njëra tjetra, Joe Gill vëren se ato ndajnë fije të përbashkëta strukturore. Shtetet e Bashkuara ishin një ish ekonomi e plantacioneve të sklevrëve që evoloi në një superfuqi industriale dhe ushtarake botrore. Izraeli ishte një ekonomi kolonizatorësh që u shndrua në një superfuqi teknologjiko-ushtarake, ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe u transformuan nga një zinxhir fshatrash peshkatarësh në destinacionin kryesor në botë për ultra të pasurit e më vonë u shfaqen si një fuqi e rëndësishme ushtarake rajonale. Për më tepër, gazetari Joe Gill thekson se këto regjime riprodhuan saktësisht hierarkitë racore dhe qeverisin koloniale që ishin pjesë përbërëse e projektit imperial britanik. SBA dhe Izraeli
u bën fuqi të militarizuara që u zgjeruan me dhunë në territore fqinje dhe indigjene, ndërsa së fundmi këtij klubi janë bashkuar edhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Një tjetër regjim i tillë i ish kolonisë britanike ishte edhe Afrika e Jugut gjatë periudhës së apartheidit, por fal luftës globale anti-apartheid dhe aleatëve të saj në Afrikë, Kubë dhe Jugun global, ai sistem pësoi shembje. Pavarësisht se humbi një perandori toksore, Mbretëria e Bashkuar i ka lënë trashëgimi botës hegemoninë perandorake të SBA-s, me gjurmën më të madhe ushtarake nga çdo perandori në histori, një koloni hipermilitariste kolonizatorësh në Izrael, si dhe një diktaturë të gjirit me një ekonomi të ngjashme me apartheidin dhe me synyme perandorake në Afrikën lindore. Sipas gazetarit irlandez, Shtetet e Bashkuara morën drejtimin nga perandoria britanike pas luftës së dytë botërore dhe kanë qenë thuajse vazhdimisht në luftë atëherë, duke vrarë miliona njerëz në Kore, Indokin, Lindjen e Mesme dhe përmes ndërhyrjeve ushtarake në Amerikën Latine. Po ashtu, Izraeli, që nga lindja e tij e dhunshme në vitin 1948, ka qenë vazhdimisht në luftë me palestinezët vendas, tokën e cilëve e përvesoi, si dhe me gjithë fqinjet e tij arab, ndërsa nga viti 2023 tutje ka ndërmarrë veprime që konsiderohen si gjenocid. Duke hetuar më tej ndikimin e Emirateve të Bashkuara Arabe, gazetari Joe Gill sjell në vëmendje krahasimin e bërë nga analisti i gjirit Andreas Krieg, i cili vëren se Emiratet po rikrijojnë sot sipërmarrjen e parë të madhe koloniale britanike, kompaninë e Indisë Lindore. Ashtu si Izraeli, edhe Emiratet përballen sot me akuza të rënda për gjenocid për shkak të armatosjes dhe financimit të trupave paramilitare RSF, të cilat kanë kryer masakra masive kundër grupeve etnike me ngjyrë sudaneze në rajonin e Darfurit në Sudan. Siç vëren Joe Gill, dikush mund kishte shpresuar se, pasi i la botës këtë trashëgimi perandorake të përçarjes, sundimit dhe shponsimit, Mbretëria e Bashkuar do të kërkonte të zbuzë ndikimin e saj, duke u distancuar nga veprimet e paraardhësve kolonial dhe duke ndërtuar një rrugë të re paqësore. Por në vend të kësaj, në shekullin e 21, Britania u kthye në luftërat perandorake të së kaluarës si një aleat dytësor i perandorisë amerikane. Ajo ka ruajtur aleancën me paraardhësit e saj perandorak dhe ka dështuar të marrë ndonjë masë korrigjuese për të kundërshtuar veprimet e Izraelit apo Emirateve. Përkundrazi, biznesi, aleancat ushtarake dhe interesat strategjike kanë triumfuar mbi çdo detyrë morale për të shkëputur nga kjo trashëgimi perandorake. Një shembull të fundit dhe të dhimbshëm që përmend gazetari Joe Gill është ai raportuar nga Middle East Eye, ku qeverisë britanike si udhëheqëse e dosjes për krizën e Sudanit në OKB i është kërkuar përsëritur nga ekspertët humanitar të marrë masa për rrethimin e kryeqytetit të Darfurit Verior, El Fasher, nga forcat paramilitare të RSF-s. Nathaniel Raymond, themeluesi i laboratorit të kërkimeve humanitare në Universitetin e Yales, tha se përgjatë 18 muajve i janë bërë thirrje të përsëritura Ministrisë së Jashtme britanike për të shtruar presion mbi aleatet e saj në Abu Dhabi për të ndalur sulmin. Ato paralajmërime u injoruan ose u hodhën poshtë, pasi zyrtarët britanik ishin në presion nga Abu Dhabi. Si pasojë e këtij refuzimi për të vepruar, forcat RSF kryen një masakër ndaj rreth 60.000 personave në tetor të vitit 2025. Joe Gill nënvizon se Mbretëria e Bashkuar i dha përparësi lidhjeve diplomatike dhe ekonomike me Emiratet përpara mbrojtjes së civilëve në Sudan, duke i shtuar kësaj edhe bashkëfaqësinë e shitjes së armëve ndaj Izraelit gjatë konfliktit në Gaza dhe Liban. Gazetari irlandez Joe Gill përmbledh se këta janë shembuj irritues se si Mbretëria e Bashkuar ka vendosur në qendër politikës së saj të jashtme aleancat me shtetet mashtruese që dolën nga perandoria britanike duke shpërfillur të drejtën ndërkombëtare. Këtu përfshihet edhe marrëdhënia speciale dhe disfunksionale me Washingtonin, i cili vazhdon ndërhyrjet ushtarake dhe sulmet ndaj institucioneve të së drejtës ndërkombëtare. Në përmbyllje të analizës së tij, Joe Gill deklaron se Britania i ka detyrim botës t'i kthejë shpinën mendësisë perandorake dhe aleancave jo funksionale që kanë shkaktuar shkatrim gjysmë shekulli pasi perandoria përfundoi. Ndosë një ndryshim i tillë politik do të jetë i vështirë dhe do të nxjisë reagime nga forcat e establishmentit, miliona votues kërkojnë të jepet fund bashkëfaqësisë me krimet e luftës.
Pavarësisht se kush është në pushtet në Londër, ADN-ja e elitës politike britanike mbetet e varur nga ruajtja e pozicionit të saj në rendin imperial, pa marrë parasysh koston për reputacionin e saj në skenën globale, një qasje që, sipas Joe Gill, duhet të ndryshojë urgjentisht. A ishte revolucioni amerikan një luftë për liri apo një kundërrevolucion për të ruajtur rendin kolonial? Kjo është pyetja që ngre historiani amerikan Gerald Horne. Sipas tij, Shtetet e Bashkuara nuk lindën jashtë perandorisë britanike, por brenda saj, si pjesë e një sistemi të ndërtuar mbi kolonializmin, zgjerimin territorial dhe skllavërinë. Horne argumenton se revolucioni i vitit 1776 nuk ishte një lëvizje klasike antikoloniale, por një shkëputje e elitave koloniale amerikane nga Londra për të marrë në dorë kontrollin e sistemit ekzistues. Sipas tij, frika se perandoria britanike mund të kufizonte skllavërinë ishte një nga faktorët që shtyu një pjesë të elitës drejt pavarësisë. Në këtë interpretim, Shtetet e Bashkuara trashëguan institucionet, sistemin juridik dhe logjikën e zgjerimit territorial të perandorisë britanike, duke shndruar atë në themelet e Republikës së Re. Kur flasim për lindjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, narrativa më e përhapur është ajo një revolucioni të lirisë, një popull kolonial që u ngrit kundër një perandorie, shpalli pavarësinë dhe krijoi një republikë të re mbi parimet e demokracisë dhe të drejtave të njerëzit. Por historiani amerikan Gerald Horne, në veprën e tij The Counter-Revolution of 1776, Slave Resistance and the Origins of the United States of America, ofron një interpretim shumë më kritik të këtij momenti historik. Sipas Horne, Shtetet e Bashkuara nuk lindën jashtë perandorisë britanike, ato lindën brenda saj. Kolonitë britanike në Amerikën e Veriut nuk ishin thjesht territore që kërkonin shkëputje nga Londra. Ato ishin pjesë e një sistemi global britanik të ndërtuar mbi tregtinë koloniale, zgjerimin territorial dhe mbi të gjitha mbi institucionin e skllavërisë. Përpara vitit 1776, kolonitë amerikane ishin një komponent i rëndësishëm i perandorisë britanike. Ato furnizonin tregun britanik me produkte bujqësore, përfitonin nga rrjetet tregtare të perandorisë dhe mbështeteshin në një ekonomi ku puna e sklavërve afrikan ishte një element themelor. Në këtë kuptim, argumenton Horne, revolucioni amerikan nuk ishte një përplasje mes një populli të kolonizuar dhe një fuqie të huaj në të njëjtën mënyrë siç ndodhen shumë luftra të mëvonshme antikoloniale. Ai ishte më shumë një konflikt brenda vetë botës koloniale britanike. Elitat e kolonive amerikane nuk kërkonin domosdoshmërisht fundin e kolonizimit si sistem. Shumë prej tyre kërkonin kontrollin e këtij sistemi. Një nga argumentet qendrore të Horne është se frika nga rebelimet e sklavërve luajti një rol të madh në rrugën drejt pavarësisë amerikane. Në shekullin e 18, Britania ishte fuqia kryesore koloniale në botë, por njëkohësisht ishte edhe një vend ku po rritej debati mbi kufijtë e skllavërisë dhe mbi marrëdhëniet mes kolonive dhe qendrës perandorake. Në disa raste, sklavërit afrikan kërkuan lirinë duke shfrytzuar konfliktet mes Britanisë dhe kolonëve amerikan. Horne argumenton se një pjesë e elitave koloniale amerikane u shqetësua jo vetëm nga kontrolli britanik, por edhe nga mundësia që ndryshimet politike në perandorin britanike të kërcënonin sistemin e skllavërisë në kolonitë jugore. Nga kjo perspektivë, revolucioni i vitit 1776 nuk ishte vetëm një luftë për pavarësi. Ai ishte gjithashtu një përpjekje për të ruajtur kontrollin mbi një rend ekonomik dhe shoqëror që mbështetej në skllavëri dhe zgjerim territorial. Kjo nuk do të thotë se kolonistët amerikan nuk kishin konflikte reale me Britaninë, teksa kontrolli politik i Londrës dhe kufizimi ndaj zgjerimit territorial krijuan pakënaqësi të mëdha. Por Horne argumenton se këto konflikte duhet të shihen brenda një kornize më të gjerë. Shumë prej liderëve të revolucionit ishin vetë pjesë e elitës koloniale britanike në Amerikë. Ata nuk po përpiqeshin të shkatërronin sistemin kolonial. Ato po kërkonin të merrnin kontrollin mbi të. Pas shpalljes së pavarësisë, Shtetet e Bashkuara trashëguan shumë nga karakteristikat e botës koloniale britanike. Gjuha, sistemi juridik, modelet ekonomike dhe konceptet e zgjerimit territorial kishin rrënjë në përvojën britanike. Por Republika e Re nuk u kufizua vetëm te trashëgimia britanike. Ajo e zgjeroi atë logjik.
Në dekadat pas pavarësisë, SHPA-ja nisi një zgjerim të madh territorial drejt perëndimit, duke shtyrë popujt indigjen nga tokat e tyre dhe duke ndërtuar një projekt kombëtar të bazuar në zgjerimin e kufive. Kështu, sipas interpretimit të Horn, revolucioni amerikan duhet parë jo si fundi i kolonializmit, por si një transformim i tij. Perandoria britanike humbi kontrollin politik mbi kolonitë amerikane, por struktura koloniale e pushtetit vazhdoi të ekzistonte në një formë të re. Republika e Re Amerikane u krijua nga elita që kishte dalë nga sistemi kolonial dhe më pas ndërtoi një model të ri zgjerimi dhe dominimi. Kjo është arsyeja pse Gerald Horne e quan revolucionin e vitit 76 një kundërrevolucion, jo sepse pavarësia nuk ndodhi, por sepse ajo nuk solli një çlirim të plot nga struktura koloniale. Përkundrazi, ajo lejoi që një pjesë e elitave koloniale të merrnin kontrollin e një sistemi që më parë drejtohej nga Londra. Në këtë lexim kritik të historisë, lindja e Shteteve të Bashkuara nuk është vetëm historia e një kombi që fitoi pavarësinë, është historia e një kolonie britanike që u shkëput nga qendra perandorake dhe më pas u shndrua vetë në një fuqi globale me ambicie perandorake. Nga perandoria britanike lindi një republikë e re, por kjo republikë nuk u shkëput plotësisht nga logjika e perandorisë. Ajo trashëgoi atë, e transformoi dhe më vonë e zgjeroi në një shkallë globale. Sipas historianit hebre Ilan Pape, krijimi i shtetit të Izraelit nuk nisi në vitin 1948, por dekada më herët, gjatë periudhës së kontrollit britanik mbi Palestinën. Ai argumenton se deklarata e Balfurit e vitit 1917 ishte pika kyçe ku perandoria britanike krijoi bazën politike për projektin sionist, duke mbështetur krijimin e një adheu kombëtar për popullin hebre në një territor ku shumica e banorëve ishin arab palestinez. Pape thekson se gjatë mandatit britanik u krijuan institucionet politike, ekonomike dhe të sigurisë të lëvizjes sioniste, të cilat më vonë u shndruan në themelet e shtetit të Izraelit. Ndërkohë, sipas tij, shoqëria palestineze u dobësua politikisht, veçanërisht pas shtypjes së revoltës së viteve 1936-1939 nga administrata britanike. Për të kuptuar lindjen e shtetit të Izraelit, sipas historianit hebre Ilan Pape, nuk mjafton të fillohet historia në vitin 1948. Ajo duhet kërkuar shumë më herët, në kulmin e luftës së parë botërore, kur perandoria britanike nisi të riformësonte hartën politike të lindjes së mesme mbi rrenojat e perandorisë osmane. Në vitin 1917, ndërsa lufta ende vazhdonte, ministri i jashtëm britanik Arthur Balfour publikoi dokumentin që do të ndryshonte përgjithmonë fatin e Palestinës. Përmes deklaratës së Balfourit, Britania shpalli mbështetjen për krijimin e një adheu kombëtar për popullin hebre në Palestinë. Për Papen, kjo ishte një ngjarje pa precedent në historinë koloniale. Një fuqi perandorake premtonte një territor që nuk e zotronte ende një populli që jetonte kryesisht jashtë tij, pa kërkuar pëlqimin e shumicës së banorëve vendas. Në atë kohë, mbi 90% e popullsisë Palestinës ishte arabe, ndërsa hebrejt përbënin vetëm një pakicë të vogël. Pas përfundimit të luftës së parë botërore, Palestina kaloi në administrimin britanik përmes sistemit mandateve të lidhjes së kombeve. Zyrtarisht, Londra kishte detyrim të përgatiste territorin për veçqeverisje. Megjithatë, sipas Papes, administrata britanike ndërtoi paralelisht institucionet që do të shërbenin si bazë për shtetin e ardhshëm hebre. Gjatë viteve të mandatit britanik, u krijuan administrata, struktura ekonomike, institucione financiare dhe organizata të sigurisë që fuqizuan komunitetin hebre në Palestinë. Ndërkohë, shumica arabe nuk gëzonte të njëjtin nivel autonomie politike apo mbështetje institucionale. Një element vendimtar ishte politika e migracionit. Me mbështetjen britanike dhe organizimin e lëvizjes sioniste, dhjetra mijëra hebrej nga Europa u vendosën në Palestinë, sidomos pas ardhjes në pushtet të nazistëve në Gjermani, ritmi i emigrimit u rrit ndjeshëm. Në të njëjtën kohë, organizatat sioniste blenë sipërfaqe të mëdha toke përmes fondit kombëtar hebre. Sipas Papes, kjo nuk ishte thjesht një proces ekonomik, por pjesë e një projekti kolonial të vendosjes, ku toka transferoi në pronësi kolektive hebreje dhe u jepej me përdorim vetëm kolonëve hebrejnë. Kjo solli zhvendosjen graduale të shumë fshatrave palestinez dhe rriti tensionet mes dy komuniteteve. Paknetësia arabe shpërtheu në revoltën e madhe të viteve 1936-39. Palestinezët kërkuan ndalimin e emigracionit hebre dhe fundin e administrimit britanik. Përgjigjja e Londrës ishte ushtarake. Revolta u shtyp me forcë,
mira palestineze u vranë ose u burgosën, ndërsa elita politike dhe ushtarake palestineze u shkatrua pothuajse plotësisht. Papa argumenton se ky ishte një moment vendimtar. Kur konflikti hyri në fazën përfundimtare, një dekadë më vonë, shoqëria palestineze ishte shumë e dobësuar, ndërsa institucionet sioniste ishin bërë më të organizuara dhe më të fuqishme. Në fund viteve 1930, për shkak të interesave strategjike në botën arabe dhe afrimit të luftës së dytë botërore, Britania ndryshoi pjesërisht kurs. Libri i bardhë i vitit 1939 parashikonte kufizimin e emigracionit hebre dhe premtonte një shtet të përbashkët brenda 10 vitesh. Por sipas papes, ky ndryshim erdhi shumë vonë. Infrastruktura politike, ekonomike dhe ushtarake e projektit sionist tashmë ishte konsoliduar. Pas Holokaustit, presioni ndërkombëtar për zgjidhjen e çështjes hebreje u rrit ndjeshëm. Britania, e lodhur nga konfliktet në Palestinë dhe nga kostot e administrimit të mandatit, vendosi t'ia kalonte çështjen Kombeve të Bashkuara. Në vitin 1947, OKB-ja miratoi planin e ndarjes së Palestinës në një shtet hebre dhe një shtet arab. Udhëheqja sioniste e pranoi planin si bazë për krijimin e shtetit, ndërsa pala arabe e refuzoi, duke argumentuar se ai cenonte të drejtën e shumicës së popullsisë vendase. Sipas Ilan Papes, lufta që shpërtheu menjëherë pas planit të ndarjes nuk ishte thjesht një konflikt mes dy komuniteteve. Ai argumenton se udhëheqja sioniste kishte përgatitur një strategji ushtarake për marrjen në kontroll të territorit caktuar për shtetin hebre dhe të zonave përreth. Në librin The Ethnic Cleansing of Palestine, Papa e lidh këtë strategji me planin Dalet, të cilin ai e interpreton si bazë për dobimin sistematik të një pjesë të madhe të popullsisë palestineze. Ky interpretim është objekt debatesh mes historianëve dhe nuk përfaqëson konsensusin e plot akademik. Më 14 maj 1948 u shpall zyrtarisht shteti i Izraelit. Të nesërmën shpërtheu lufta me shtetet arabe fqinje. Në fund të konfliktit, Izraeli kontrollonte një territor shumë më të madh se sa ai që ishte caktuar nga plani i OKB-s. Rreth 750.000 palestinezë u larguan ose u dëbuan nga shtëpitë e tyre gjatë luftës. Për palestinezët, kjo periudhë njihet si Nakba, katastrofa, dhe mbetet një nga ngjarjet më përcaktuese të historisë së tyre moderne. Për Ilan Papen, krijimi i Izraelit nuk mund të kuptohet si rezultati vetëm i luftës së vitit 1948 apo i pasojave të Holokaustit. Ai argumenton se procesi kishte filluar dekada më herët, gjatë administrimit britanik, përmes politikave që favorizuan zhvillimin institucional të projektit sionist, emigracionin hebre dhe transformimin gradual të realitetit demografik dhe politik të Palestinës. Në këtë këndvështrim, Britania nuk ishte thjesht administratore e mandatit, por aktori që krijoi kushtet politike, juridike dhe institucionale mbi cilat u ndërtua shteti i Izraelit. Ky interpretim i Ilan Papes mbetet një nga analizat më të njohura kritike të rolit britanik në historinë moderne të Palestinës dhe vazhdon të jetë pjesë e debatit historiografik ndërkombëtar. Emiratet e Bashkuara Arabe, një nga shtetet më të pasura të botës dhe njëri nga aleatët më besnik të Izraelit, u krijuar në vitin 1971 pas tërheqjes së perandorisë britanike nga Gjiri Persik. Por pas lindjes së këtij shteti, qëndron një histori më e gjatë e ndikimit britanik, i cili për më shumë se një shekull përcaktoi rendin politik dhe strategjik të rajonit. Sipas historianëve të kolonializmit, Emiratet e Bashkuara Arabe nuk u krijuan në një vakum politik, por mbi strukturat që Britania kishte ndërtuar që nga shekulli 19. Përmes traktateve me të ashtu quajturat shtete të anëpushimit, Londra kontrollonte politikën e jashtme dhe sigurinë e këtyre territoreve, ndërsa familjet sunduese lokale ruanin pushtetin e brendshëm. Është pikërisht kjo trashëgimi që i bashkon ideologjikisht këto tri shtete që si në të kaluarën, ashtu edhe sot janë përfshira në projekte kolonialiste dhe luftra të pafundme. Kur Emiratet e Bashkuara Arabe shpallën pavarësinë në vitin 1971, bota arabe dhe ndërkombëtare e përshëndeti krijimin e një shteti të ri në Gjirin Persik. Një federat prej 7 emiratesh, e cila brenda disa dekadash do të qëndrojë në një prej qendrave më të rëndësishme ekonomike dhe politike të rindjes së mesme. Por pas këtij procesi, qëndron një histori më e gjatë. Historia e ndikimit britanik në Gjirin Persik dhe e një rendi politik që Britania e kishte ndërtuar për më shumë se një shekull. Sipas historianëve që studiojnë trashëgiminë koloniale britanike në lindjen e mesme,
Krijimi i Emirateve nuk mund të kuptohet vetëm si një proces i brendshëm i bashkimit të disa territoreve fisnore arabe. Ai duhet parë brenda një realiteti më të gjerë, tërheqjes së perandorisë britanike nga një rajon ku ajo kishte pasur ndikim vendimtar politik, ushtarak dhe ekonomik. Për pjesën më të madhe të shekullit 19 dhe 20, brigjet e Gjirit persik ishin pjesë e një arkitekture strategjike britanike. Për Londrën, Gjiri nuk ishte thjesht një hapësirë gjeografike, ai ishte një korridor jetik që lidhte Indinë, xhevahirin e perandorisë britanike, me pjesët e tjera të perandorisë. Për këtë arsye, Britania ndërtoi një sistem marrëdhëniesh me sundimtarët lokal të rajonit, të njohur si shtetet të anëpushimit ose trucial states. Përmes traktateve të nënshkruara në shekullin 19, Britania mori kontroll mbi çështjet e jashtme dhe sigurinë e këtyre territoreve, ndërsa familjet sunduese ruajtën autoritetin e tyre të brendshëm. Ky model ishte një formë e kolonializmit jo formal. Ndryshe nga India apo territoret e tjera ku Britania kishte administrim të drejtë për drejtë, në Gjirin persik, Londra shpesh qeveriste përmes marrëveshjeve, këshilltarëve politik dhe aleancave me elitat lokale. Ky model krijoi një marrëdhënie të veçantë mes Britanisë dhe familjeve sunduese të Gjirit. Dinastitë lokale ruanin pushtetin e tyre, ndërsa Britania garantonte rendin politik dhe sigurinë strategjike të rajonit. Kur pas luftës së dytë botërore, perandoria britanike filloi të dobësoj, ky sistem hyri në një fazë transformimi. Londra nuk kishte më fuqinë ekonomike dhe ushtarake për të mbajtur të njëjtin nivel kontrolli global. Në vitin 1968, Britania njoftoi vendimin për të tërhequr nga prania e saj ushtarake në lindjet e Suezit. Ky vendim krijoi një boshllëk politik në Gjirin persik. Në këtë moment, filloi procesi që çoi në krijimin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Por tërheqja britanike nuk nënkuptonte largimin e plot të ndikimit britanik. Përkundrazi, mënyra se si organizua tranzicioni ishte thellësisht e lidhur me strukturat që Britania kishte krijuar më herët. Federata e Emirateve u ndërtua mbi bazën e 7 sheikateve apo territoreve fisnore që më parë kishin qenë pjesë e sistemit të mbrojtjes britanike. Familjet sunduese që morën drejtimin e shtetit të ri ishin pikërisht ato elita politike me të cilët Britania kishte bashkëpunuar për dekada. Në këtë kuptim, krijimi i Emirateve të Bashkuara Arabe nuk ishte një revolucion politik që rrëzoi një rend të vjetër, ishte më shumë një tranzicion i menaxhuar, ku shumë nga strukturat e ekzistuese të pushtetit vazhduan të ekzistonin edhe pas përfundimit formal të epokës britanike. Kjo është një karakteristikë që historianë si Avi Shlaim e kanë analizuar në kontekste të tjera të lindjes së mesme, mënyra se si fuqitë koloniale shpesh nuk zhduken plotësisht pas largimit fizik, por lënë pas institucione, aleanca dhe elita politike që vazhdojnë të ndikojnë zhvillimet e rajonit. Në rastin e Gjirit, Britania nuk krijoi Emiratet nga zeroja, por ajo krijoi kushtet politike dhe strategjike në cilat ato u formuan. Kufit politik, marrëdhëniet mes Emirateve dhe familjet sunduese që udhëhoqën federatën ishin pjesë e një historie më të gjatë të ndërveprimit me perandorim britanike. Pas vitit 1971, Emiratet e Bashkuara Arabe u bën një shtet sovran, por marrëdhëniet me Britaninë nuk u ndërprerën. Ato vazhduan përmes lidhjeve ekonomike, ushtarake dhe diplomatike. Në vend të një kontrolli të drejtë për drejtë kolonial, u krijua një marrëdhënie e re mes një ish-fuqie perandorake dhe një shteti të ri që kishte lindur në një hapësirë të formsuar nga ajo perandori. Prandaj, historia e Emirateve të Bashkuara Arabe është edhe historia e transformimit të vetë ndikimit britanik në lindjen e mesme. Në një epokë ku Britania kontrollonte rajonin përmes traktateve dhe pranisë ushtarake, u kalua në një epokë ku ndikimi ruhej përmes aleancave strategjike, interesave ekonomike dhe partneriteteve politike. Krijimi i Emirateve të Bashkuara Arabe në vitin 1971 ishte një moment i rëndësishëm i pavarësimit arab, por ai ishte gjithashtu pjesë e një procesi më të gjerë, shpërbërjes së perandorisë britanike dhe krijimit të një rendi të ri në lindjen e mesme, ku gjurmët e ndikimit kolonial vazhduan të mbeteshin të pranishme. Ishte kjo e tëra të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish.